Arsye që unë ju thira këtu është për një shqetësim timin, spital Santa Plus. Kam marrë përpara 5 muajsh, kam bërë një mbjellje flokësh. Erdha këtu, bëra analizat, më kësim përgjigjen edhe për analizat, futëm direkt për mbjellje flokësh. Në momenti që unë në bëjë mbjelljen e flokëve, ishin 2 mjek, 2 djemë të ri. Njëri fliste po të mohabet, tjetri të shikote telenovelat. Kur vi pastaj mbas një farë kohe, marrë vesh të 2 mjekët ishin të pa licencuar, pra ishin praktikant. Mbasi më doli pirja, më shqetësonte fakti që më jepte her pas here kriza si elektricitet në pjesën e kokës. Unë i kam thonë dua zgjidhje që të më ktheni në gjendje më pashme dhe çfarë do veprohet dhe çfarë do bëhet me pjesën e flokëve të mi që unë kam mbjellur, kam paguar legët saç juve kishit caktuar tarifën 980 euro dhe vi këtu dhe marr çfarë zgjedh do ti. Unë do zgjedh nga ju më kërkoni zgjedhje mu. Pra, kjo është një neglizhencë e tyre që duan t'i anashkalojnë gjërat apo t'i lënë harres derisa unë të mërzitën. Po unë këtë fund do ta ndjek.